në shenjë proteste, apeloj të gjithë intelektualët, të gjithë mësuesit, të nderuarit të heqim kollaret sepse ne nuk e meritojmë për këtë kom, sepse nuk e arritëm qëllimin, sepse fëmijët tonë nga momenti që dolën në rrugë, nuk kemi për çfarë të mburremi. Sot unë ndjej dhimbje sepse do të ndjehem moralisht më i dobët kur dal para auditorëve, sepse ato që nuk e realizuam nëpër auditor, sot studentët tonë e realizojnë në rrugë. Prandaj asnjëherë më nuk do të kem pjesën e kollarit dhe shpresoj që kjo do të jenë di segmente që asnjë intelektuali, asnjë shqiptari nuk do të ketë element të mburret me të drejtat kombëtare. Por sa ne trajtohemi pakic, por sa ne nuk jemi pjesë të sovranit, nuk na përmban asnjë element për të mburë që jetojnë në të shtetë. Ne jemi vetëm një kohë që kemi derdhë gjakë për gjumë, gjumën e kemi të sakatosë. Ne jemi vetëm një kohë që derdhëm gjumë për flamur, flamurin e kemi më të zvogluar në shpim. Çfarë duhet themi më tjetër? Nëse preken këto 4 komponente, pse duhet mbajmë ne kollar? Kjo do të jetë vari i padrejtësive të shqiptarëve. Shpresoj që gjeneratat e reja të marrin përsipër dhe të dalin, sepse vetëm ata janë të pastër dhe mund të udhëheqin këtë kohë.